Unë nuk hyke ky grup, as ke njëri nga grupet, njëri që merret me organizimin, njëri që diskuton statutin, njëri që diskuton procedura etj, nuk hy fare ke kjo. Thelbi i gjës është, do t'i propozojmë ndryshim kulturor apo jo, sepse ne kemi statut shumë të mirë, demokratik është statuti, në mënyrë absolute. Ne kemi ligje shumë të mira, apo si zbatojmë. Ne kemi kushtetutë. E keni mundësinë të ndërhyni në çdo moment? Jo, duhet mbaroj zoti Kadilli, nuk do duhet. Më tepër për ta mbaruar argumentin se do prishet bisedën në fund. Sigurisht. Lutem. Ne kemi statut shumë të mirë. Statuti nuk është respektuar. Ne kemi ligje shumë të mira në Shqipëri. Nuk i respektojmë. Ne kemi kushtetutë shumë të mirë në Shqipëri që nuk e respektojmë. Problemi ynë është voluntarizmi politik, që manifestohet në mënyrë të qartë sot tek e djathta shqiptare, tek PD-ja, nga dy individ. Ndaj unë nuk pres përfundim të ndryshëm nga rrugë e njëjtë dhe nga njerëz të njëjtë. Njerëz të njëjtë me rrugë të ndryshme do ta kisha pritur, po njerëz të njëjtë me rrugë të njëjtë nuk mund të japin rezultat të ndryshëm. Dhe unë jam skeptik sa i përket rezultatit. Ju jeni skeptik dhe nuk jeni idhtari asnjërs prej figurave, por ama në dijenin time do shkonin në të dyja kuvendet. Po. Parashëtimi është shumë i thjeshtë. Unë ju flas demokratëve. Unë nuk shkoj as për Sali Berishën as për Lulzim Bashën. I respektoj për kontributet e tyre. Kam pasur objeksionet e mia si për njërin si për tjetrin. Kam bashkëpunuar me lojalitet me të dy, sa kohë kanë drejtuar partinë. Sot në këtë krizë që është partia, mendoj që janë të dy gurë në qafë për Partinë Demokratike. Po si shërbeni demokratëve Partisë Demokratike duke shkuar në të dyja kuvendet? Kjo është interes sot. Duke i ndërgjegjësuar demokratët që të mos presin shpëtimin nga lideri, që këtu ka mbaruar ajo që mund të quhet demokraci. A jeni ende i bindur që mund të arrihet vetëm duke folur, sidomos në kushtet ku është sot Partia Demokratike në dysh? Qëndrimet dhe folura janë baza e një aksioni politik. Ne komunikojmë politikisht. Çfarë bën zoti Berisha flet? Fakti që mbledh audiencë live aty nuk bën një dallim me këtë që bëjmë ne. Pse kush tha që ne nuk komunikojmë me njerëzit në bazë? A duhet bëjmë foltore të gjithë? Kjo është një teknikë. Ju pyes në rastet e kuvendeve, çfarë impakti do të kishte nëse do të flisnin në të dyja kuvendet? Impakti është që unë i flas demokratëve, nuk ju flas dy kryetarëve të kuvendeve, të dy partive që do krijohen. Ju flas demokratëve. Supozohet se edhe dy liderët demokratëve u flasin. Nuk e kuptova pyetjen, lutem. Supozohet se edhe dy liderët Basha Berisha demokratëve u flasin ndërkohë. Po patjetër. Po secili flet demokratëve të vet. Dhe ka zgjedhur demokratëve të vet. Shumë thjesht Alba. Të dy nuk pranuan të jenë një kuvend. Pse? Sepse duan sallën minimumi 90% i Duart Trokas. Të dy tregohen si kurajoz, po kurajo nuk është hysh në një sallë ku 90% është me ty. Kurajo është hysh në një sallë ku ndoshta edhe 90% është kundër teje, sepse e vërteta është me ty, po salla mund mos jetë me ty. Njerëzit mund mos jenë sot me ty, po janë nesër. E vërteta mbetet. Njerëzit mund ndryshojnë mendim, mund ndryshojnë edhe njerëzit vet, po e vërteta mbetet. Dhe unë luftoj për të vërtetën. Ky është aksioni politik. Nuk është aksioni politik të gënjejmë veten dhe të mendojmë që nga njeriu që ka bërë monopol Partinë Demokratike ne do kemi ndryshimin e Partisë Demokratike. Nuk mundet të ndodhë. Zoti Kadilli, ky do të ishte aksioni politik i një prisi ideal, por zonja Harxhi ka një nuk është fjala për gjëra ideale. Nuk është në sinkron me ju. Të lutem, nuk fjala për gjëra ideale, dhe nuk flas për prijes, flas për leadership. Leadershipi nuk është prisi. Udhëheqësia nuk është udhëheqësi. Unë nuk dal rrugëve të kërkoj kush ka shenjat e udhëheqësit. Si ata 3 magjistarët që bridhnin në datën 24 dhjetor duke kthyer 25 për të gjetur kush ishte ai që do linte me shenjë. Jo, nuk shoh ashtu zgjidhjen e këtij vendi, nuk shoh mesian. Koncepti mesianist që do vi Sali Berisha ta shpëtoi Shqipërinë. Ishte kryeminist dhe humbi. Pse? Është disa xhiro mbrapa shoqërisë shqiptare. Dhe një demokrat që nuk i thot vërtetën demokratëve për këtë, gënjen veten dhe demokratët bashkë. Lulzim Basha është 30 xhiro mbrapa shoqërisë shqiptare. Dhe kush nuk ka thot të vërtetën? Fjalën zonjës Harxhi, e cila duket se nuk mendon njësoj ose ka një kundërargument në këtë situacion. Zonja Harxhi. E para, nuk mendoj që statuti i Partisë Demokratike është statut i mirë. Mendoj që është një statut totalisht klientelist. Dhe është bërë nga Lulzim Basha duke hequr edhe shumë element statutit. Mendoj që zoti Kadilli e di mirë sepse ka qenë në kryesi kur janë diskutuar dhe ndryshimet statutore. Do duhet ndoshta të kishte folur përpara atëherë, të kishte ngritur zërin më fort në kryesi, në forumet e partisë kur u diskutua projekt statuti i ri. E dyta, mendoj që shumë nga tezat që janë hedhur për ndryshimet statutore janë diskutuar në të gjitha foltoret. Dhe është pasur mundësi të debatohet, madje ka pasur edhe shumë diskutime nga antarë të ndryshëm të partisë që nuk kanë qenë thjesht delegat, kanë qenë antarë në foltore, të cilët kanë folur për çështjen e primareve, kanë folur për meritokracinë. Këto janë tezat
Çfarë do diskutohet më tepër? Do diskutohet nen për nen, natyrisht ajo mund diskutohet në kuvend nen për nen. Megjithatë duhet të them këtë që është e vërtetë që ka pasur, janë angazhuar ekspertë të ndryshëm në përgatitjen e materialeve, por ideja është këtu që disa prej nesh kanë qenë të përfshirë përpara, disa prej nesh në 2017, disa prej nesh nuk kanë qenë, kështu që unë nuk kam hatërmbetje ndaj askujt për asgjë çfarë ndodh edhe në përgatitjen e këtyre Jo, në fakt, zoti Kadilli kishte për ty por si propozime, për ty kuptuar do shtetit. Këto kanë qenë publike, këto propozime, më falni, kanë qenë publike, kanë qenë në çdo foltore, janë diskutuar nga antarësia. Por është ndryshe sot kur përkthehen në dokumenta të cilat do propozohen formalisht. Në dokument do të përkthehen, do të diskutohen formalisht, natyrisht. Unë nuk mbaj mend që të jetë diskutuar ndonjëherë më përpara, disa javë përpara, disa ditë përpara zoti Kadilli. Të paktën në 2018 kur kemi qenë bashkë në Këshill Kombëtar, unë nuk kam marrë ndonjë draft nga. Ndoshta e ke harruar, e di po. Jo, nuk kam marrë draft nga ju ose nga zoti Bozo përpara. Të lutem, jo ta sqaroj unë me detaje po deshet. Ju paraqitet. Jo, po ja u them sepse tash ju nuk mund të sqaroni pozicionin tim sepse unë i kam marrë materialet. Unë kam ndoshta do të sqaroj për pak sekonda sa jemi në limit të pozicionit e tij zoti Kadilli. Shumë saktë. Ka pasur një propozim, një projekt statut të sjell nga zonja Argji dhe zoti Kulluri. Besoj që ka qenë bashkëpunëtor dhe zoti Imami. Nuk ka qenë i vetmi, ka pas dhe propozime që erdhën mos gaboj nga zoti Astrid Patozi, por që ishin natyrës më shumë politike. U krijuar një komision. Astrid Patozi ishte larguar në kohë zoti Kadilli. Nuk ishte për parti. Të lutem me ditë, se s'kemi ishte larguar në kohë. Jo, ju lutem. Jo, duhet jemi të sinqert në këtë. Zoti Patozi ishte larguar. Pas sa qenë larguar, unë ka pas materialit të larguar. Të lutem ta mbaroj, Edit, mos më ndërprit, se edhe sekonda kemi. Nuk keni arsye pse të nxjeni. Po merr sekondat Edit, po qëllimisht. Ka pasur një material të sjell nga Astrid Patozi dhe një grup që mbështeste atë. Dhe është krijuar një komision që ka debatuar 3 muaj, drejtohej nga zoti Ristani. Kam qenë unë, zoti Ristani dhe shumë të tjerë. Kemi negociuar dhe me statutin tuaj dhe me projektin që nuk që statut. Të lutem me ditë mbaroj. Askush nuk ka negociuar me mua, pa ju keni qenë pjesë. Me statutin, të lutem me ditë mbaroj, të lutem. Pjesë e gjithë asaj, të keni dalë vetëm në datën 26 prill për të kundërshtuar Lulzim Bashën dhe gjithçka që ka bërë ai gabim. Të lutem u dua minutazhin tim që mos më ndërpritet. Secili keni minutazhin po mos më ndërprit pra ditë tani se folë. Po Edit. Zoja Harxhi, më vjen keq, po nuk ju ndërprej. Ka një histori dhe po doni. Të lutem. Unë mora fjalën, mos më ndërprit. Ka një histori të njohur dhe po doni kthehuni kronikave tuaja. Është krijuar një komision që ka negociuar mbi të 2 statutet. Ka biseduar me të gjithë lidershipin. Ishte ndonjëri nga ne antar komisioni? Ishte ndonjëri nga ne antar? Përfaqësoheshit nga kush? Genti Malko. Jo, unë nuk jam përfaqësuar askush. Uftuan mos gaboj. Absolutisht asnjëherë. Genti Malko nuk ka qenë përfaqësuar. Nuk do na duhet të kthehemi kaq pas në kohë. Të lutem, jo, nuk është shumë konsideratën për ju. Duhet të mbetemi në aktualitet. Me këtë çfarë pretendon? Zoti Kadilli në pak sekonda. Në pak sekonda, po të lutem hiqi mikrofonin nga tjetër se nuk mund pranoj gënjeshtër. Nuk do heqim askujt mikrofonin këtë kohën tuaj. Është bërë debat dhe kam podeshë dhe fotografinë t'ja unë nxjerr tani, që ka qenë një sallë plot në Këshill Kombëtar, është diskutuar me orë të tëra. Është diskutuar me orë të tëra, ka diskutuar edhe vetë zonja. Është diskutuar dhe në kuvend është debatuar, pra ka pas një komision që ka punuar 3 muaj. Ka negociuar gërm për gërm. Të lutem më Edit, të lutem tani. S'ka diskutuar ti ka qenë Edvin Kulluri. Besoj se këto janë detaje të parëndësishme. Të lutem tani. Një sekond, më fal. Të lutem për respekt duhet të dëgjosh se po s'më mbaroj fjalën. Jo, dëgjoni ju për respekt sepse unë jam zonjë rreth parë dhe ju nuk mund të vini fjalë në gojën time se çfarë kam bërë unë në Këshillin Kombëtar në cilën unë kam folur. Do t'ju lutem shumë. Ke diskutuar tash. Ju lutem, pa e bërë personal debate. Nuk e di nëse keni të njëjtën referencë apo flisni për një antar të komisionit, këtë po i them. Të lutem, s'e thash që ke qenë komision. Po nuk kam qenë, po si keni diskutuar ju një material të cilin e kanë shkruar unë. Por duroje se e kupton që e thënë që gabim. Të shndrojmë te aktualiteti? Përmbledhja është kjo. U soll një statut nga zoti Edvin Kulluri. Jo, nga unë. Edhe ju, bashk. I firmosëm nga dy mos gaboj. Statuti plot. Dhe 3-4 gjëra të rëndësishme, edhe ai komisioni për zgjedhjes kandidaturave është marrë nga propozimi juaj, i nxjerr nga Partitë Konservatore, dhe kryetari i Këshillit Kombëtar, që sot është zoti Paloka, është propozimi juaj. E kemi marrë nga ju. Dhe të lutem, jo siç kemi dashur, ka pasur moj tani pse ndryhyn, e kupton që duke ndryrë do ta prishësh. Po ky është debat. Besoj se po të bëjmë një epizod që nuk ju vlen. Jo, është e vërteta tjetër. Asaj çfarë do ndodhi. Alishani, është e vërteta është kjo. Ka pasur diskutim, a ka qenë statuti mirë apo i keq, ky është vlerësim që bëjmë dikur tjetër. Por ka pas 3-4 muaj diskutim
me të gjithë personalitetet e partisë dhe kemi bërë maksimumin dhe zoti Ristani është dëshmitar sepse drejton te grupin. Dhe ka pasur njerëz që pasur njerëz që kanë pranuar, janë marrë materiale, janë futur. A ka qenë më e mira mund të shqetësoheni kaq shumë? Si më shqetësohen po thënë të vërtetë. Sinqerisht nuk e kuptoj se për statusi është i mirë. Sot e disa është e vërteta, t'ja them më thjesht. Sot është e vërteta. Tret Sali Berisha thotë çfarë ideje ke? Ma jep mua. Mos di ta thuash. Kjo është e vërteta e grupit punës së Xhitit. S'ma ka kërkuar këtë gjë. Ja që ndonjëherë komunikimet janë personale, a i kthehemi njërë 11 dhjetori dhe asaj që pritet ndodhë 11 shtatori do tjetë dhe 18 shtatori dhjetori janë ndarje të Partisë Demokratike. Ju thoni janë ndarje. Unë dua të pyes zonjë Harxhi sepse foli për opsionin e një këshilli, nëse unë jam korrekte, një këshilli të urtësh që mund të udhëheqi për një periudhë tranzitore. Kur e merr udhëhecin ky këshill edhe kur mendohet se mund të shkojë të udhëheqi Partinë Demokratike? Ky ka qenë një propozim që prej vitit 2017 që kemi bërë ne, atëherë kur zoti Kadilli punonte pranë kryetarit të partisë dhe jepte atij natyrisht këshillat se si duhet drejtohej partia me një statut. A është kjo formula e vetme zonja Harxhi që njohim?